Mirë atëre, duam të flasim për median, i ftuar është Ylli Rakipi. Hajde, hajde. Banakun e ka zvogluar dhe një pak. Është i njëjti, po janë njerëzit që po hapen dhe po zgjerohen edhe duken gjërat e tjera më të vogla. Mirë se erdhe. Faleminderit. Pse më ke krijuar mua ti ndjesin që muajt e fundit çoq sikur po merresh me ca gjëra të tuat dhe nuk je shumë prezent. Perceptimi i gabuar. Nuk do ishte i pari në fakt, kështu që nuk edhe e vuaj shumë. Jo, ke drejt. Realisht është kështu, ndodh që njeriu më shumë se ndonjëherë kur nuk mundet t'i bëj ato që mendon. Mbas edhe ashtu siç duhet, mbas edhe ashtu siç mendon, është mirë që jo të pushoj, por ta shikoj vetveten më ndryshe, më larg roleve të protagonizmit, një lloj protagonizmi shqiptar që në të vërtetë nuk është se është vlerë në ditët e sotme. Si është ajo që ndodh sot, sidomos nëpër media, nëpër pranira, televizionin? Nëse shumë është antivlerë. Ju thoni çfarë ndodh në media. Sigurisht që ne kemi dy Si e përjetove ti për shembull atë shkëmbimin e batutave midis Lubonjës dhe Fevziut në program? E mësove që ndodhi, apo? Më shumë themet, unë e ndjek atë emision, sigurisht janë pjesëmarrës dhe vetë të emisioni Fevziut. Lubonja është një njeri që ka ruajtur një staturë, është si thua është një institucion në të shprehin mirë figurative, jashtë kompromisit, në përgjithësi, një njeri që i largohet si smundje skeqe. Ngjarja, çfarë përshtypje të bëri ngjarja? Individualisht, pastaj mendimet janë natyrisht nuk mund të bile nuk ka kuptim flas. Është një përplasje që zbulon në domethënë zbulon më së shumti atë që ndodh në Shqipëri dhe jo atë që duhet të ndodhte. Mos funksionimin e pushteteve, trafikun e influencave, më së shumti mos funksionimin e pushteteve. Kur jemi takuar ne në disa raste, ti ke qenë në pranin natyrisht të shumë njerëzve të njohur të medias, midis të cilëve edhe të zotit Balliu. Çfarë raporti keni ju sot? Po më thënë mos flasim për këtë, nuk kam në një raport, them të drejtën. është një moment që nuk duhet të... Çfarë ka ndodhur në këto rrethet, jam kurioz? Në kuptimin çfarë ka ndodhur në këtë rreth? Se duket sikur i kanë gjuajtur atyre goglave me një nga këto ndarësit. Unë mund të them që për ta parë, duke e parë media në një këndvështrim, do thosha, pikpamja ime për median sot është një pikpamje që mund duket pak radikale, pak ekstreme, por realisht në qoftë se dhe ju sigurisht duke qenë një vëzhgues shumë i holl dhe pjesëmarrës mjaft i mirë i medias shqiptare, në median shqiptare, duke qenë faktor interesant në këtë media, ju keni vënë re që nga vitet 90 deri në fillimet e demokracisë apo në fillimet e pluralizmit dhe deri sot media ka derivuar në një mjaft keq, do të thosha më shumë. Pjesët e mos e atyre që mbartin e kanë pronësi këtë media janë pothuajse analfabet. Pjesë e rëndësishme atyre dhe kjo është një shikeqardhje e madhe. Është dramatike. Ju keni lëvizur në shumë vende të botës, keni punuar në vende siç është Anglia, sigurisht që nuk mund të bëjmë krahasime me Anglinë, por mund të bëjmë krahasime me fqinjit, me ata që në rrethojnë dhe për të qenë realist duhet të themi që nuk është e mundur që në vende që në rrethojnë, edhe vende më të vegjël se ne,
të jenë në krye të kësaj media ta kryojnë atë njerëz të cilët janë pothuajse analfabet. Dhe kjo është dramatike. Dhe këta kanë krijuar një rreth i trafikut të influencave, është krijuar një rreth ku duke përjashtuar 2-3 televizione, të cilat përmbajnë duke qenë televizionet plot, pavarësisht nga anësit, në Shqipëri duhet jemi realist, nuk mund të i ruajmë anësive, por pjesa dërmuese ngjanë rrjetet të Al-Qaedës, do thosha më figurative. Terrorizëm ku nga 24 orë non-stop bombardohet njeriu, domethënë ka televizionet janë rritur këtu si kazinot te kjo rruga që erdhë tani unë për emisionin. Dhe domethënë dhoma, ambientet vogla me 3-4 kamera, njëra gozhdohet te kryeministria, tjetra te parlamenti, tjetra te mes rrugës në Tiranë ose në një zyrë atë institucionit tjetër, dhe ato bombardojnë nga non-stop publikun e gjerë dhe nuk janë interes të këtij publiku. Ju e keni parë për shembull që bota sot nuk ka rrjetet pa numërta informacion, ku spjegohet për shembull se orët kur ambasadori Seku apo ambasadori Shtetë Bashkuara apo ambasadori Volfart, orët kur ai në banjë, po themi në rëndom. Spjegohet ku ditët e punës tyre, ditët e rëndomta të punës. Dhe ky është fatalitet, domethënë, nuk ndodh. E gjen njeriu e zakonshëm në Shqipëri ylli të pambrojtur për të kuptuar atë që ndodh realisht? Sigurisht, njeriu është krejt i pambrojtur dhe ky është një agresion jashtëzakonisht i madh. Është një agresion, është një bombardim. Me çfarë syri e ndoqe një lloj përballje mediatike, në këtë rast është përballje mediatike deklarative midis dy fuqive politike kryesore me familjet e dy lojtarëve kryesorë, që është kryeministri dhe shefi i opozitës. Domethënë mbritja në nivele përplasje kokë me kokë, jo vetëm të lojtarëve kryesorë, por edhe të familjarëve të tyre. Ne çfarë po bëjmë si publik i zakonshëm? Po e ndjekim këtë si një derbi apo si një telenovel gjysmë turke, gjysmë braziliane? Në këtë mes si ta gjejmë ne informacionin e vërtet si publik? Si ta kuptoj unë? Jo, nuk mund ta gjesh. Nuk mund ta gjesh, ka shumë vjet që modeli i medias tonë është kthyer, sidomos pas vitit 97, 98, duke u kthyer totalisht një media të trafikut të influencave, ku mediat mbijnë si kërpudhat. Domethënë Shqipëria është një fshat i madh, ku nuk mund të ketë, sigurisht liria është liri dhe media mund të krijohet, por duhet të ketë standarde, duhet të monitorohet për standarde, duhet kontrollohet, si thuash, ç'është media e trafikut të influencave, dhe kjo është shumë e thjeshtë kontrollohet. Nuk do thotë që ti e kontrollon atë thjesht me këtë emërtimin media e trafikut të influencave, po e kontrollon ku i nxjerr shpenzimet kjo media, kush e prodhon atë dhe përse. Në këtë pikpamje shteti është rregullatori, ai është kontrollori, ai është i detyruar ta kontrollojë. Ju sollët rastin e fundit, por rastet e tilla janë të panumërta. Klasa politike shqiptare është një klasë e krijuar nëse shumë dhe nga politika e fortë, ose më mirë të themi për shembull nga politikani më i fortë që është këtu. Ju shikoni fytyra të ndryshme në politikën shqiptare. Domethënë portretet e tyre janë të ndryshme, por ata duket sikur një njeri i ka krijuar. Duket sikur Sali Berisha i ka krijuar. Me 20 vjet. Hoxha ndërtoi te ne në vitet 60 deri në 80, se në 60 erdhi fort Partia e Punës. Në vitet 60 deri në 80 ndërtoi njeriu e ri. 20 vjet u deshën. 20 vjet u deshën dhe tani për të ndërtuar këtë klasë politike që ju shikoni. Është e njëjta sjellje, është e njëjta mënyrë. Pastaj në kjo senet në këtë pikpamje ajo është e njëjtë. Pavarësisht se pastaj duhet bërë dallimi me njërin rast apo tjetrin. Për shembull, ju keni është thjesht politike dhe kështu duhet të jetë në një fushat politike që ka filluar shumë më shpejt se ç'duhet filloj, sepse s'ka kuptim. Shumë më shpejt, shumë më fort, shumë më ndryshe, shumë më ashpër, shumë e shëmtuar. Por për shembull po të marrësh
po të marrësh njerëzit që dalin tani për të mbrojtur, pash ndoqja dje një emision të kolegu juaj edhe yni Fevziu, ku monitoronte kohën, ata edhe kohën përpiqeshin t'ia vithin njëri tjetrit. 3 minuta, 4 minuta, si ti marrim 20 sekonda, si ti. Dhe të dy u analizua thjesht njëri nga këto problemet që ju i tha tani, mes vajzës kryeministrit dhe zonjës shefit të opozitës. Dhe më thënë, është një problem që edhe pse përgjigjet ishin të mpreta, ndryrje të mprete njeriu të përfaqësuesit të opozitës aty, gjithsesi e ngatronte për shembull një gjë që thoshte në vend të trafikut të influencave, thoshte konflikt interesi. Nuk vajza kryeministri nuk punon në zyrat e babait vet. Ai punon në një studio të vetëm. Dhe ai duhet të argumentojë të nxjerrë aty çfarë duhet të thotë, a ka vërtet këtu trafik influencash, që babai vetë të gjithë. Rasti i pakistanezit, për shembull, ishte rasti i deklaruar nga media vite më parë. Politika nuk ka bërë sikur se ka parë këtë. E ka marrë për ta përdorur tani. Domethënë, është i botuar në media ky rast. Është i botuar gjerësisht të gjithë dhe ka kaluar pa vëmendje fare. Sepse gazetaria këtu media funksionon si një botim, si letërsi e verdhë. Do me thënë, ti mund të thua çfarë të duash, unë mund të them çfarë të dua, dhe askush nuk bën përgjegjësi. Pra, duke mos funksionuar pushtetet... Kjo është shumë e rëndë, për herë të vërtetës. Dhe kam përshtypje që nuk është tëna që sa duhet, që nuk duhet marrë shumë seriozisht, apo duhet marrë shumë seriozisht. Çfarë duhet të ndodhë? Kjo është vdekja e medias, dhe kjo është e qëllimt. Dhe kjo vjen pas... Një lloj relativizimi, si me thënë, futja, sepse si do flasim, do flitet. Vjen thjesht pas vitit 97-98. Shiko, deri në atë kohë ne krijuam një media e cila ishte afër politikës. Që jemi realist. Gazeta që unë drejtoja ishte shumë afër Partisë Demokratike, ishte në simbiozë me ta. Ashtu ishin... Ka një justifikim që ashtu ishin kushtet. Nuk është e plot kjo, se mund ta bënim dhe ndryshe. Mund të kërkonim rrugë më të gjata për veten. Ti ndihesh më i shqetësuar atëherë që ishe në simbiozë apo sot që nuk je? Individualisht flas. Ja, tani unë jam i ftohtë dhe s'kam ndonjë nuk kam ndonjë ngacmim në këtë pikpamje. Po mua më vjen keq dhe rënd për shembull që kolegët e mi 20 e ca vjet më pas bëjnë ashpërsisht të njëjtën gjë që ne bënim me 2 gazeta dhe 1 televizion shtetëror që ishte atëherë, duke qenë të dallueshëm me forcat politike në krah të tyre ose në simbiozë me to. Është e pafalshme të bëhet kjo 22 vjet më pas. Bëhet deri te ndalimi i lajmit ose te sajesa e lajmit. Nuk është e mundur në një vend që të ndalosh lajmin. Për shembull, ju mund ta keni vënë re, për shembull, që këtu ka patur një ngjarje mjaft e rëndësishme sa i përket që janë probleme të rëndësishme financiare dhe ekonomike. Shitjet, krizat e njërit institucion, shitjet e njërit apo tjetrit Alpetrolit, po themi, ose momentet të tjera, të cilat ka patur media të cilat i blokojnë njuze, do më thënë, që shërbejnë televizionin, që shërbejnë si botues të lajmit. Dhe ata nuk e transmetojnë një gjë të tillë, stopon lajmin. Do më thënë, 22 vjet pas pluralizmit, të ndodhë një gjë e tillë, a mund ta mendoni ju që ndodh kjo gjë, për shembull, në Britani, në Gjermani, në Maltëzi, nuk ndodh. Po marrim rajonin. Në analizën tënde, çfarë duhet të presim ne këto muaj? Se janë shumë. Kam idenë që, natyrisht, unë ndjej që popullata shqiptare do lodhet për te durimit, nga ajo që unë ndjej, qofsha unë i gabuar. Por, çfarë mund të pritet nga kjo? Në kuptimin, si mund të shkojë kjo? Kjo do shkojë një luftë politike e ashpër, ashtu siç ka qenë kaq e vrazhë, kaq e ashpër, kaq cinike politika shqiptare në këto 20 e ca vjet, po kaq e ashpër do shkojë dhe kjo fushat elektorale. Por unë mendoj që dhe media ka filluar të shpresohet dhe është përtej çdo, jo vetëm etike, po përtej çdo kriteri profesional. Ju do të shikoni që edhe s'ka ku të vej tjetër sepse si thash ka një media që është ndërtuar qëllimisht për këtë punë.
është një media e trafikut të influencave. Më jep, të t'i jap. Dhe ky është një shërbim që në vendet demokratike, në vende që funksionojnë sa do pak institucionet, nuk ndodh. Do të ketë ndryshim? Nuk di të ta them të gjë sepse sa më pëlqeu gjesti yt ishte ishin disa mini sekonda që patën shumë përmbajtje. Sepse lufta politike nuk do të jetë një luftë në parim. Nuk do të diskutojmë programe. Për shembull, ne kemi lexuar deri në momentin tani në momentet e para, në çastet e para të startit të fushatave elektorale, që të dyja forcat kryesore politike kanë një gjë. Pothuajse të njëjtën gjë, rilindje, do të thënë ndryshim, dhe ndryshimi jemi ne, nga krahu tjetër. Po përveç parullave ne kemi pjesa tjetër është luftë individuale. Individuale, luftë kundër familjes, luftë kundër fushata negative, si thua. Nuk ka programe, unë nuk besoj se do shfaqen programe. Kam një pyetje të fundit për ty. E ndjen veten të luftuar ti? Në shpikpamje. Në kuptimin ta kanë nati? Ndjehet dikush i tradhtuar fort me ty? Them se jo. Jo. Them se jo, sepse në këto 20 vjet mua më ka ndodhur të punoj me njerëz të cilët më kanë vlerësuar atë punë që kanë bërë. Është dikush që di për ty ndonjë gjë që nuk e thotë dhe ti je i shqetësuar që të mos nuk besoj. Ju po e thoni konkretisht, ju e keni konkretisht për vitet që unë kam punu me Berishën. Në përgjithësi po. Jo, po këtë kam se përgjithësi. Berisha është një njeri që bashkëpunëtorët nuk i theret. Nuk i lutet, ndryshe që ishtë bën pjesë tjetër i shkojnë në përgjithësi, sidomos ata të sotmit i shkojnë, dhe ai kur i shkojnë pastaj me e lëviz lapsin si do ai. Domethënë i përdor, punon me ta si do ai, sepse ata janë të gatshëm të ofrojnë. Vrapojnë për t'i shkuar. Dhe në këtë pikpamje unë do të thosha, unë jam në startet e demokracisë këtu, atëre kur, si të thuash, fatet ishin pothuajse të ndara, varet nga vinje. Vinje nga pjesa e shtypur, do t'ishe me, vinje nga pjesa tjetër, do t'ishe këte. Dhe në këtë pikpamje ishte një ndarje e përcaktuar. Ndërsa në ditët e sotme, ka një vrapim të çmendur, dhe sidomos njeriu të si në përmenda, njeri që i mësuar në këto 22 vjet mirë, di si të operoj dhe si të veproj, si i duhet ati dhe si i intereson. Më vjen mirë që erdhe në program. Edhe unë, jam i gëzuar sepse sigurisht që në staturën tuaj, në backgroundin tuaj, keni një kontribut të rëndësishëm dhe të jo se jo them kështu, ne nuk kemi përballur ndonjëherë në emision publikisht, duhet ja u them të gjë që domethënë jeni përpjekur, keni bërë përpjekje serioze për me mundësitë që keni patur për të qenë më shumë në favor të publikut gjerë, të të dy pjesët, edhe të ajo e show-ut, por dhe të pjesa të ajo që ti ke bërë përpjekje për të patur, për të formuar të vetja, për të krijuar një pjesë të dytë, të e cila je përpjekur të jesh më shumë të pjesa në favor të ati ku duhet jetë media, duhet jetë favor të publikut të gjerë. Kjo meriton një përqafim, do të thënë televiziv. Faleminderit. Më vjen mirë që folëm me Ylli, faleminderit Ylli. Eduardo Vitja është për ty se ju merrni rrallë në publik e në televizion. Mirë, më vjen mirë që folëm. Natyrisht ka momente interesante të punës tonë, të punës së kolegëve. Ne mbas pak minutash do të flasim me një tani djalosh padyshim, po është më i gjatë se unë natyrisht, ai po mbaron shkollën për aktrim. I pëlqen të këndoj,
në një Shqipëri ku biznesi i shout është i vështirë, si është pozicionuar, çfarë ndodh me të? Mateus Frokun, të cilin unë e njoh fare të vogël për shkak të ethëve. Si ka evoluar në këto vjet? Mos u largoni nga sepse intervistat me këngëtarët mua më pëlqejnë shumë, janë shumë interesante. Takojmë pas pak.